A mund të hanë vezë personat me probleme të zemrës? Mos e neglizhoni. Çelësi nuk qëndron në shmangjen e vezës, por në ekuilibrin dhe mënyrën se si e kombinoni me ushqime të tjera. Vezët janë ndër ushqimet më të konsumuara në botë, të përballueshme ushqyese dhe shumë të përdorura. Ato janë të pasura me vitamina dhe aminoacide. Sipas një analize të publikuar nga Mayo Clinic, konsumi i moderuar i vezëve deri në 7 copë në javë nuk e rrit rrezikun për sëmundje në zemër ose enëve të gjakut te personat e shëndetshëm. Përkundrazi, vezët mund të jenë pjesë e një diete të ekuilibruar nëse kombinohen me perime, drithëra integrale dhe me yndyrna të shëndetshme. Edhe një analizë e publikuar në National Institute of Health raportoi se shumica e rasteve konsumi i moderuar i vezëve nuk lidhet me rritjen e incidencës së sëmundjeve koronare, përderisa dihet edhe se ato janë të pasura me fibra dhe me yndyrna të pangopura. Gjithashtu, ekspertët këshillojnë të mos e përdorni më shumë se sa duhet në rast se keni komplikacione të larta të kolesterolit.